Përshëndetje, çdo bisedë vërtet nis me guximin për të dëgjuar. Andaj mirë se erdhët në Elite Way, emisionin ku intervista, debati dhe reflektimi bashkohen për t'i dhënë kuptim idejave dhe realitetit që jetojmë. Faleminderit edhe Locker Furniture për ndërtimin e kësaj skene të mrekullueshme. Kush është sot? E zbulojmë tani. Sam është reper i njohur për hitet të drejtë për drejta, guxim dhe stil provokues. Karriera e tij është shoqëruar nga suksese, por edhe disa, të cilët shpejt janë kthyer në temë diskutimi në gjithë skenën muzikore urbane. Sam, mirë se erdhe në Elite Way, mirë se u ktheve në industrinë e muzikës. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesë. Na do të fillojmë me një intervistë që nga fëmijëria jote të kuptojmë pak a shumë për jetën e Samit. Une e kom pa që online nuk ki shumë intervista, je shumë hermetik për jetën private, e hajde të tentojmë sot pak me zbulu edhe për audiencën se kush është Sami. Si ka qenë fëmijëria jote në Tetov? Une jam rrit normal, si këtë fëmit. Kom pas tentu me shku në shkollë. Shkollën së që ma ka dash shumë. Fëmi s'jom kon shumë problematik, po s'jom kon edhe jurt. Normal, si kret. Do të s'ke qenë fëmi problematik qysh njerëz të kanë cilësu më vonë? Si reper problematik? Shumë problematik s'kom qenë, nuk thom që po shumë s'kom qenë, jam pas fazat e mija edhe jam kon ka njerë i hurt, ka njerë problematik që ashtu, më varet bëj kohës e kom pas. Periudave. Cila ka qenë sakrifica më e madhe që ki bo për muzikën? Që tash, do në marrë familjen. Që tash është familja, do më thonë që... Qka ki sakrifiku në atë ko? Për mju bashku muzikës? Po, tash, do më thonë, une shkollë nuk kom bo, kom shku në shkollë, po... Dhe në cilën klasë ki shku në shkollë? Deri fakultet vitin e parë, do më thonë... Nisë, ke keqë? Jo, fakultet vitin e parë... Mendova që ki donë ka shkolla fillore. Fakultet vitin e parë, do më thonë, e kom bo kongën Medelina, ka dhezë dhe mos kom ujtë me shku, por arsye që aten janë nisi muzika shumë seriosisht, po para saj, do më thonë, unë kom për shamu shkollën, punën, i kom lonë ma shumë për muzikë, do më thënë, qëto janë sakrificat ma shumë që kom bo. Cila ka qenë puna e parë? Kamarier. E më pas, kur e mora atë lapsin edhe letrën e fillove me shkru edhe kuptove që ti do në mori në tu në muzikë? Historia është qështu, do më thonë, e kom një djalhalë që ka bo muzikë para meje, do më thonë, edhe ajo është ma e rritën se une, ajo ka pas bo muzikë edhe ajo ma ka pas ble studion në fillim. Edhe ma ka pas ble studion në thejke puna se mune është edhe me bo, ki qef me bo dhe bita dhe sena, se une gjithë veti kom pas bo, edhe më thejke puna se kime arrit. Edhe unë që aty do më thonë, ajmë ka pas shty, ja kom nis me bo muzikë, edhe të ashtu ka vazhdu, pëtën. Kur jemi të ka nga Medelina, a ka pas persona se me sigurin gjatë qëndrimit në studio të ki pas shumë këngë tjera që ndoshta si jënë publiku. Pse zgjodhe pikrisht Medelinën, a ndjeve që kjo ka me qeni het, edhe a ka pas të tjerë për rreth tje që kanë thonë, jetu gabu me qitë përgjedhje? Me tregu drejti jo, dhe më thonë, une kër e kom pas bo Medelinën, e kom pas bo veç refrenin njerë, tani edhe e kom pas bo edhe pjesë tjera, 2 verset ose reptura, si thonë Shqip. Kër e kom pas bo refreni, u kon i shoki jami, Almiri, u kon me mu, edhe e kena pas, unë e kom pas, unë se disha që vi vjen Medelina, me kalë së drejt, i thësha ti qka be Medelina, se po mlidhet me Medelina, me filma, po mlidhet teksti, qështu po se di qka, tani e kena kuptu, edhe kena pas bo vetë, po Medelinën jo, ka pas kong tjera ku kena dyshu, po të Medelina nuk kom pas dyshim, heq se nuk kom thonë që kam edhe shumë, kam u bo qka që madhe, po nuk kom pas dyshim që kam kongë e mirë. Do të thotë për shpërit e tu as kanë qenë qatë sa e ka prit një publiko? Asnjerë njët nuk e kom pas menu une që kam mas Medelinës unë kam e nis me koncerte, për shamull, ose kam u bo qatë që madhe. E kur fillove, a ndjeve që ndo njëherë jeni i nëmvlerësun?
për shkak që Prishtina është një farë vendi ku i qesin disa blokada me kufizuat rrethin e vetë për me lorë me dëpërtu. A i kin djeti që ato? Normal, do me thonë, kur ja kena njës fillim, kena pas edhe na, edhe unë kom pas, më thonë, vështirësia, ki pas vështirësi, po, që u dash mi kalu, po. Si gjithë artistat e ri, si krejt. Se është këtu, menoj këtu është industria, që është, do me thonë, t'i vënojnë do barjera, pa me pas problem histi. Po në anën tjetër ki pas shumë emrat më dhej që ta kanë hapë derën. Normal. I ki pas disa bashkëpunime shumë të sukseshme. Ti ki fillu me sa nuk gaboj nga viti 2016, ki dëpërtu në skenën e muzikës? 2017. E më pas, direkt ki fillu me bashkëpunime me emra shumë më dhej, që ndoshta nuk e kanë hapë derën qaq letë për artistat të tjerë. Për artistat tjerë, po. E pse të thanë ty po? A i kanë ndje potenciali? Nashta, nuk e di, po edhe ndoshta pse për shembull kur jom taku me, po edhe për shembull me Zinin ose kur jom taku me krejt që ta unë jom kon vetvetja, pëtën. Këta janë njerëz që janë me vjetë në industri, kanë punë me shumë njerëz, edhe besoj që e kanë atë instiktin që e din kush, me thonë kush e i vërtet, adin kush o vetvetja e kush nuk o vetvetja, pëtën. E nashta e ka një atë energjinë që unë jom konë real me thonë me krejta, se kom pas problem. A e konë Noizi, a e konë a i kush shës... Ne që jemi të Noizi, po flitët që s'keni raport mirë, si që ndrën sot raporti juj? Qëre, unë me Noizin jam shok, i jam falenderus mas pari, për kejtë që ka bo për mu, edhe unë Noizit i uroj vesh sukses që shë ka, inshallah dhe ma shumë, unë me të jam shumë shok. Dhe thot, nuk janë vërtet alarme që pas kanë qarkullu që nuk e keni mu raportin e mirë si dikur? Normal, për shumë unë kër e kom leon muzikën, unë e kom leon edhe kontaktet i kom leon me njerës, se për shumë mu s'm ka lidh kur gjo me njerës me full për muzika, pëtën. Unë e jam marrë me familjen teme edhe kom bo punë të mija. Po, unë gjithë kom konë falenderus. E pash edhe në një postim që ishte një falimderim për Feron, që rrallë herë shojmë artista duke falimderu një tjetrin publikisht, merë shumë mirë edhe të përgëzoj për pjekurin artistike që e ki kryu pas rikthimit. Një strategji e mrekullueshme ishte edhe për këngën e juj të fundit. Si u kryu kjo strategji me mendu njerëzit që ju e keni një konflikt, mandej ta transmitoni edhe këngën në rrjetet sociale. U konë, do më thonë, e kena një shok përbashkët e kena unë e Ferë, që a i ka insistu me na pajtu në fillim, edhe me bo këngë bashkë. Unë e kom pas si ide me bo, kom thonë, nëse najherë, pajto me Feronitin, i shkon interesant me bo një kongë, se dy qysh, unë a i jena dy artista që jena rritë bashkë. Edhe pse jena dy bota ndryshe, na jena rritë bashkë. A i ka pas, do me dhajnë kur ka dhez, kom dhez edhe unë në qatë kohë, a i ka pas veshërësit e veta. Po vesh edhe bifa ndaj një tjetër, kini pas... Rivaliteti, po, bravo. Edhe gjysh që ajo na ka rritë bashkë, si artista, me qësa vjetë, që i shoku jonë na e pas si ide, hajde ta bëjmë, edhe thash po. Edhe unë e pata njerë si ide. Tani, erdhë Feroniti në studio të unë në Zvicër, nejtë një dy ditë, të bonëm kongën, edhe dyqysh se mur vesh kërkush. Se kesh shumë si sekret, nuk e mur vesh kërkush, edhe i thash, pse, thash, nuk për vazhdojmë që të adem, thash se të vazhdojmë qëto, tash në fund, tash e qësim veç kongë. Kena pas shumë sene me bo, po dyqysh edhe koha nuk na lasës. Unë dash me ardhë me inqizu këtu, me inqizu klipin, e u morëm shumë me pun e klipit e sene, e s'na da se kom pas me shku në Gilanën dhe u konë shumë... Qa kini pas tjetër që s'kini po të rëgjë? U kom pas me shku në Gilanë, jërë. Po? Më vejke Feroniti, hajde në Gilanë, meri këto... Të ponat, hajde në Gilanë, edhe a i ka pas më orë të top, njëjtë. U konë një video që kena pas me bosh shumë interesant. U konë, do me thonë, njëjtën që që kom qitu një me të pona, veç u konë, ka pas Feroniti me orë,
edhe me janisaj, tani me hyjo dhe une, dhe me adhon dorën. Interesante, na kishte marrë malli që nga jo periudhë kur ki qenë shumë aktual në skenë, ka pas bifat të tillë, disa të organizuar, disa të vërtet, po tash që i rikthya peshen një farë qetësie në botën e muzikës. Ka, puna është që këto dyqysh po thojnë, shumë be kanë këto të keqe, jo si pja bëj ati që s'po du me dhes, ose nuk po duaj, a vëden, e kanë, po, me i dhonë vëmendje, nuk është puna vëmendjes. Unë personalisht, për vete, unë nëse një diçka për me thonë për naj artist, unë kom me thonë gjithë, ato e kom sigur, plus edhe me emër, se kom problem. Nuk e kom pas kur njëherë problem me a përmen emrin, ose për të mirë, ose për të keq. Edhe në kongën që e lansut me Feron, që cilësove shumë personazhe me emër. Do të thotë, nuk është që je ndër ata artista që heziton me përmen emrin e dikujt, po me një farë mënyrë e mirat dis. Po, apo atë reagim prej muzikut? Se di pe atit, se di, më kanë qudo kësho screenshot e coming soon, dishka, më nuk e di, pe atit dishka që mu dok mu që dhe më thonë, ka pas në reagim, jo, apë den, a i nashta ka në i është të pregadit, po me ndonë diçka. Se di, nuk e di. Nëse ta këthen disin, a ja këthen mrapa? Nuk besej që ma këthen. E denaj që zdet me ma këthen mu. Mu jo, tjetër kujt. Pse? Mu jo, se e denaj, e den muzikin, mati është. Moti është një industri. Do të thotë, mrena rishtave për muzikon, disa njerëz e kishin marrë që është edhe një des për noizin. Po nuk është për noizin, e di që ka shumë, dhe më tonë, kanë se që është, dhe që është, kër e kom ngua dhe une, për një me i beke që ashtu, ama nuk është për zinin. Zinin e kom dost, e kom avera dhe me ato e kom folë që të më betë. A pat naj reagim që edhe noizi ka mendu që ka qenë për ta? Apo aje ka ditë që s'ka të bëj? Aje ka ditë që s'ka të bëj, se para se me dalë konga, aje ka ditë, apëten. Ama... Qëre, unë e menoj deri sa jena ftyrë, do me thonë jena personazhe publike, ose personazh publik, do me thonë njerës mujnë me ta përdori imazhin, për shamull, si di, unë mujnë me qitë në jesër, për shamull, pezon gjikon e me thonë shkjo reperi ma i mirë, ose shkjo reperi ma i dopt, apëten. Edhe unë menoj që nëse kanë zonë me një orë falc, edhe unë e dalë thëmë që te e ki orën falc, nuk o kur gjoha, apëten. Unë nuk jam të qajtë. Ti vete ke bo punën për shamull me thonë unë që e ki orën falc, se unë nuk kom thonë ti dil, apëten, dil raj. Apëten, po. Për shamull, edhe mu nesër me më zonë me diçka, ose me thonë, mu me më thonë qka dush, deri sa unë e bëj punën me më thonë, apëten shumë. A ka shumë artista që kanë sene falsë? Po nuk e di, po qaj... Qaj ka qenë publik? Qaj u konë, do me thonë, u konë rast, apëten, rast konkret. Sot e kom pa përmes intervistave të ndryshme që shijet e tua muzikore kanë ndryshu. Nëse në një periudhë ki konsideru dikon si reper të dopt, më vonë e ki tërhek, e ki përmen një reper tjetër. Unë e cika dhe në fillim të intervistës që nuk heziton me jop emra. A kanë ndryshu shijet e tua? A mendojnë që artistat të cilët i ki përmen si Goldegji, Strese, janë repera dopt ende për ty sot? Apo kanë ndryshu? Une, për shumë Goldegjin, se kom gu kur një jetë. Nuk ka kur gjo nuk kom personali, me muzikën e ti, kur gjo s'kom, apëten. Unë se kom gu, personalisht. Unë e kom gu një katilin, kërë më ko një ri, për shamull, apëten. E sot së ndëgjana? Për shamull, sot nuk e kom atë qijet muzikës, se për shamull, kërë më ko një ri, u kon qaj stil, qaj trend, apëten. Që tash nuk është njëti stil, apëten. Unë e natë ko, për shamull, unë s'kom ditë anglisht. Unë e së në kom gu të pakin. Për shamull, ose Bigin, se unë s'kom ditë, se më ko një ri, veç shqip kom ditë. Që të e kom ditë me ngu, që të e kom ngu. Që tash për shamull, muj me ngu edhe Bigin, edhe të po, se e di anglishën, apëten. Për shamull, që tash ka ndru shiet, përkirish, a për stresin, për stresin s'kom thonë kur gjo keq, a i nuk e di që që ka marë, nuk s'kom thonë kur gjo keq për ta, a kon një ko, me një intervjist tjetër që i ku pas tonë është mirë me lonë muzikët, se u ka pas probleme tjera. Në qatë kohë, do me thonë, u konë në burga, se di ku konë. Kur gjo s'kom thonë, veç kom thonë,
E ki mendu që mu tërhek? Po, mu tërhek fi muzikës, po, për faktin që është, a vëden, bërë është në burke, ka probleme tjera. E aj kur dull mas asajt ja kishim prej atë pjesë, që që kanë zanat shqiptarët, të i prej veç do pjesë vogla, të i aqu, edhe i kish dalë edhe zdi që a kish folë, apëtim për mu. Po unë s'kom kur gjohë. E më tutja, a kini pas në Jo, s'kom kur gjohë. kontakt që mos qaru? Jo, s'kom pse mos qaru, unë e di që ka kom thonë, edhe I qëndran? I qëndroj që asaj, që unë s'kom thonë kur gjohë keqë. S'kom thonë asë që reperi dopt, asë që reperi fort, asë që bondi qka, kur gjohë s'kom thonë. Veç faktin që, po, në atë periudhë u konë në burg, edhe kom thonë, unë e t'isha konë si ajë, unë isha tërhek, apëtin, s'isha marrë me këtë punë, kisha këshëri jetër. Kush sot, si pas teje, është reperi më i mirë në tregun e muzikës shqiptare? Po që është, nëse folim me shifra, me numra, veç numra srajnë. Na ketë me rajt numra srajnë. Po thu që numra srajnë, a valla ta shvirritin sa. A numra të blejëm sa. A i kinë të gjurë ka sa për shkojnë. Qërë unë i di numrat e vërtet, kështu që për që të po thomë, me numra është tajzi. Tajna. Ka plot mirë. Ka plot të mirë edhe të sukses shumë. E sot, si pas te, ma i dopti? Ma i dopti jo mune. Ma i dopti jo mune. Jo, se di, unë falla se jam këthy, asë nuk jam të di që ato po. Thuj nuk kom pa kur gjo. Nuk kom pa, ala njerë kur gjo, se di kur gjo. Apo të pëlqen repi femnave, se në periudën kur ki fillu ti, nuk është që ka pas shumë repere. Sot, dominojnë shumë të tilla, si Melinda, Tajna, Janina. Po, më pëlqen, ka pëlqy para do vjeti, do me thonë që atër kur ke bifa Tajna me Lindën, me cilën në kombe, me qëto treshja, Rina Bala, Tajna, që atër më ka pëlqy ma shumë se që tash, se u konë ma rap, po edhe që tash nuk o kesh, po se di që tash se di, a i kanë lënë bifat, a janë pajtuat. Sam, po vazhdojmë më pas nga periuda e largimit tonë prej muzikës, bone edhe prind i një vajze, sot ka ndryshu kjo ty si karakter sot? Edhe a e bo ma i ndjeshëm? Po, ka normal të vajza, po, normal ma i ndjeshëm, sa më ka ndryshu, nuk mëj me thonë që më ka ndryshu shumë, se unë dyqysh që më konë i levishëm, i pa kujdeshëm, po dyqysh një shpe, me vajzën jam ma i kujdeshëm. Për shambull një rast, jo një rast, po një pikë që jam bo shumë ma i kujdeshëm, që shumë konë, se dyqysh ma para i lejsha gotat, kamës, i lejsha, a vetin. Në momentin kër u bone prind, a e shet tash vetën që nuk duhet me riziku? Po e kom knaq krejt. Kur veç, po që këto sene, për shumë, veç kur e menoj që, do me thonë, ka mori qika e kam i një qëto sene, veç që të mbojnë pak mos me, edhin, mos me folë shumë sene palidhje, po dyqysh kur hynë, kur bëj muzik, i haroj krejtë, i haroj hutona krejtë, që kam bjen për para, bëj foli sene, edhin. Super, jo, që tash, mire, I ki këndu për para shpesh edhe dashuris. A ka me arë ndo një periud kur të shojmë ndo një dedikim për vajzën? Kom kong, jo, nuk kom kong s'kom bo për vajzën. Kong zbese që kom e bo kong për vajzën, se krejt artistat kam bo, të kalë du drejt, adin, nuk bese që ja dedikoj një kong vajzë. Nuk e kom, po... Nëse ta kërkon ajo kur të rritet? Nëse e kërkon, po, s'është problem. Po, kështu, dyqysh, krejt që ka kom për mi thonë vajzës temë, unë ja thonë më vëtyrë. Dyqysh, du shumë... Po, kong dashni e kështu, kom. Jo të dedikume, po kom shumë. Kom pas bo këto vjetë që s'kom... që s'jom konë aktiv, unë prap muzikë kom bo, se unë nuk muj me nejtë pa muzikë, gjithmonë kom punu. Kongët e dashnis, ose kongët sociale, i kom bo, ato duhet emocion me pas, po unë i kom bo pa emocion. Menoj, i kom bo veç për mi bo, se duhet mi bo. Se unë personalisht, unë... A je romantik?
Jo, heq dyqys jam. Po, unë për herë kom bo muzika hip-hop edhe dashnin e vërtet e kom një pop. Muzik hip-hop. Po, këtë kon ku dash mi bo se normal, industria jo një kërkon. është e vërtet që ti nuk mundesh me dalë në klub me knu 40 minuta, veç me knu tu vra tu prej. Gjithçysh dësh me ndru. Edhe nëse nuk don një artist, për shembull një hip-hop artist, edhe nëse nuk don me ndru, gjithçysh e ka për më. Nëse don me mbijetu në për... Kështu kur si mendon me vazhdu karrierën? A don me qëndru në Kosovë, Tetov, në Shqipëri, Belgjik, Zvicër, Kosovë? Në Zvicër. Në Zvicër, do me thonë, unë gjithë kom punu, atje kom këtë shokun e ngusht që kom bo konga me këta, Pen Tetov që kom bo. Aje ka studion në Zvicër, do në Gima, e përshëndes shumë Gimën, edhe që atje kom e shku, që atje jam, do me thonë, për momentin të punu. A ka kongë të tjera të cilat po pret me i lansu në tret? Po. Do me thonë, deri verës, besoj çdo muj kom e nxjerr kongë. Çdo muj? Çdo muj. Me klip? Po, me klip. Deri verës, jom 99% sigur që çdo muj kom e nxjerr kongë, deri verës. A ki me pas në këtu kongë bashkëpunime, apo kanë me qenë solo? Po kom bashkëpunime, po kur gjo s'ka konkrete, dhe nuk vesh kena punu diçka, po kur gjo s'është definitive, që me thonë që e kom, se më konë që është diçka definitive, unë e direkt thomë. Dikush më ka thonë që jeni në bisedime dhe me Gjestin. Sa është e vërtet kërë thashe tamë? Jo, me Gjestin, jo. Çfarë mendimi ki për Gjestin? Mendim shumë, si një personalisht se njof, artist i mirë, i uroj sukses. Kohën e Big Brotherit e kom pas këshyre dhe do me thonë oj vetë me Big Brother që e kom pas të njek, kërë kohën Gjesti, edhe ato e kom njek ato Shqipëris për kur ka i Gjesti atje, jo Kosovë se kom njek. E pse jo mos me pas një bashkëpunim, do t'ishte interesant. Po, si dijet, ama nuk kom kontakt, nuk kom kontakt. Nuk muj me thonë që kom kontakt, ose më në lidh diçka, kur gjos në ka lidh, kur njerë. E kongën e radhës, a ki gati që ki me publiku? Po, e kom. A do në me nga zbulu pak emrin ose diçka tjetër? Nuk ka emër, isha të menu, të menu, të orë. A do në me nga lëshu në ndër një rashk, kështu? Mos ndoshta audienca e Litway në dimon edhe ta propozon të një. Hajde qona. Okej. Veç kur të shërë ma ndej kongën plasume në TikTok, qaj rasht? E kom lësis mu ka dasht, edhe kur si bibish ma mbish, gjithë kom as lirat për mu bo rich, s'kom bo kur gjosh ako me bo, kanë koha me jak thy kej dy fish. Mjaft. Po, se gjatë janë një të shanës, mami jem, ma shumë presion më bënë. Ideje nuk i gjithë për presionin bënë. Ditë për ditë më shkruun. E qka tha për kongën e fundët, ma? O, kure ka një. Se ja ke për me në emrin, ma bëjke. Se mami, mos e ato dalin atje, se ke dalin në Prishtinë. Ma e thesha, jam kon 1 milion herë në Prishtinë, s'ka dalë kërkush. Mos e dalin... Ashtë që sot shumë? Po, normal, shumë. E qka i kështë thonë sot mamit prej Litway? Po të nëtoj me ta nëzira atonën që ti nuk e shpalon. Po, i kështë thonë me nejt rahat, se kjo është ti qysh e di që ka bëj ka njerë. Ka njerë për një me e di që ka bëj. Ka njerë s'dihe që ajo të gjallë të u bo, po kur jom i sigurt me dësene, jom edhe e di që veç mirë ka marrë pej sa e radhe, për nëse radhe i kalu me që kesh të bo muzikë, jo që ka veç mirë, po e kom pas ato ulljet e ngritjet, normal. Kena pas edhe probleme edhe të mira, po sa here besoj që veç mirë ka, edhe shpresoj. Si e gjete tregun e muzikës? Qëfar mendimi ki ti sot për muzikën? Edhe a kështë dosh diçka me ndryshu në këtë treg? Valla, shumë ma zorë të është se që shukon. Veç u ka bo ma zorë. Unë e komenu që, do me thonë, sa ma shumë vjen, do me thonë, sa ma
kalon koha bëhet ma letë, edhe për artista të ri për shembull. Është tash apo vesh shumë azar. Në çfarë aspekti? Po edhe financiarisht për shembull, të s'mundesh me. Sa shkoj për shembull një videoklip? Po nër 10.000 të s'mundesh me bë si duhet. Domethënë si duhet, jo që ti mundesh me marrë një kamerë me nxizu për rrugë, po domethënë me bë me kualitete, me çdo sen, me skenare, me çdo sen, valla, shumë zart është. Po unë s'e paramenoj qysh. Ti ceke që çdo këngë deri verës. Deri verës, po. Ki me publiku një Po, definitivisht. Nëse i kalkulojmë 10.000, ki mbledh. A ki bo pare balla atje? Qërë, elhamdulillah, nuk është problem. Po, do me thonë, është problem për artista të ri, është për një me problem. Se unë kom menu që kam u bo vesh ma letë, se të shë interneti, që ta shdezin TikTok, s'ki nevojë, bën një klip që aty. Jo, valla. A je aktiv në TikTok? Hiq. Edhe ma qajnë kryt të më thonë bonu, hiq nuk jom, hiq. A ki pa që sëtë në TikTok ka shumë këngëtar që shfrytëzojnë si platformë që thjesht mo nuk ka nevoj për asë një strategjit marketingut, vetëm publikojnë diçka në TikTok edhe mandi ajo shkon virale. Po, ka, po ajo është shumë pak, kapeten. është problem se, në më thonë, pej 1.000 artistave që mujnë me nëzirë, ka 100 video në ditë, mundet asë një mos me bo. Së është problem shumë algoritmi i TikTokit. është shumë problematik. Sam, faleminderit shumë që ishe në Elite Way. Unë dëshiroj shumë suksesje, më tutje dhe të përgëzoj edhe njerë për pjekurin artistike që ki fitu ndër vite. Edhe pyetja ime e fundit që mbylli për çdo mysafir është po t'ishe sot në karrikën time. Çka do t'je pyesje Samin? Diçka që s'ka pyet kërkosh e gjithmonë ki pas dëshirë me tregu në intervistë. Ta ide nuk e ka. Se di. A ka diçka që s'ki shpalos, që ki dëshirë audienca me ditë, po asnjëherë nuk e ke thonë? Jo. Me të kallëzë drejt. Jo, s'është u krejt që ka do më thonë bëj, i din gjinja. Krejt i din njerës që ka qysh stilna, qysh foli. Po s'kam kërë një pytje për vete, fale litë. Po bojnë shime e kësaj rande. S'kom, nuk kom në i sen. Jom shumë fans i lojrave të kompjuterit. Okej. Shumë fans. Që ki amren, kur lun? Sa mirë, s'ka lidhje. Sa mirë. Jom shumë fans, do me thonë. Edhe bashk me bashk Gjeko e lun i loj që e kom qërë. Faleminderit shumë që ishe në Elite. Faleminderit shumë, ke knajsi. Gjithashtu. Mundësia ardh për të bërë me banesë në Prishtinë.